Shtjellat e tymit që mbuluan të shtunën zonën e Fush Milotit në Kurbin, përfshirë edhe një pjesë të superstradës Lezhë-Laç, nuk janë një rast i izoluar. Pamjet tregojnë se brigjet e lumit mat janë kthyer në vend depozitim mbetjesh të ndryshme, nga pjesa automjetesh deri tek materiale të ndryshme shtëpiake. Pasi hidhen në brigjet e lumit, mbetjeve u vendoset flaka, duke krijuar ndotje të mëdha të ajrit me një perimetër të gjerë në kufirin mes bashkisë Lezhë dhe Kurbin. Kjo është një situatë e vazhdueshme që krijohet prej vitesh, ndërsa specialistët fajsojnë institucionet mjedisore për mosveprim. Leve lumejt, po këtu është mosh qyteti, mosh gjithçka e mosh me betonina. Betoninat janë shkaku kryesor që është bërë gjithë kjo përmbytje. Një nga këto është betoninat. Betoninat bllokojnë turbinat, betoninat bllokojnë. Lën do t'ja mjedisit është sa të pyet kush për mjedis këto. Problemi është mos marri ujë njerëzit, se ju shkon ndem në fyt. Këtu nuk ka as institucione mjedisore, as ka bashki, as ka qeveri, as ka asgjë. Këto kanë menën vetëm me vjedh. Vjedh, asgjë tjetër, përveç se vjedhjes. Unë nuk e di se pse janë institucione mjedisore përderisa nuk merren me torinat dhe me këta. Për çfarë merren? Ata merren vetëm me propagandë dhe me patronazhim. Në lidhje me djegjen e gomave dhe pjesëve të tjera të automjeteve poshtë urës mbi lumin mat, policia njoftoi të dielën se ka nisur hetimin për identifikimin e autorëve të zjarrvënies, nga e cila u mbulua nga tymi e gjithë zona, duke sjellë ndotje të mëdha të ajrit.